وقد ينتحر الشخص المصاب بالعين تسبب له الانتحار. Edhe mësyshi domodin ka mundësi me shkaktue të njeriu vetvrasje. Njeriu domodin nga fuqia e mësyshit të bën vetvrasje. جاء في حديث Është një hadith i saktë që është në Sahihun e Xhami Saghir, Imam Suyuti rahimahullahu taala, që Sheikh Albani ka vlerësuar si hadith të saktë, se mësyshi ka mundësi me ju lidh njeriu, me ju nda derisa ta çon majet një malit dhe ta hudh ai veten e vet nga mali për të bërë vetvrasje. Thot andaj na kur i pyesim disa njerëz të mund nga mësyshi, çka ndjen, thot ndjej, thot dëshirë për bërë vetvrasje. Subhanallah. Thot e kam një rast që ka qenë prindi një shokut tem, njeri që është fal vazhdimisht në saf të parë, të më thiri shoku jam para sabajt, hosh, hajde t'ja falish namazin gjenazë babës tem, thash namazin gjenazë babës tanë, dhe po se ka vdek. E i thash, Allahu dash sabër ty, e pse dvi unë t'ja fali, ta se i thash imamit, e imami nuk pranoj me ja fal gjenazën, sa e ka vra vetën e vetë. قلت له أبوك قتل نفسه ما صدقت. I thash, baba jot ka bërë vetvrasje, nuk më besohet. رجل هادئ وعاقل فيه عقل وطيبة ما تصدق مستحيل ما عنده مشاكل. Njeri i qetë, i mençur, domethënë që sta merr menja, domethënë që mundet me bëni një veprim tillë. Thot çum na nga britme e nanës, kuzhinë tek ventilatori që është për me fresku domethënë dhomën, e ka varr vetveten, nuk ka një enë domethënë ujit, e pasi që është rregulluar, i ka rënë me shkel masaj enës ujit edhe e ka furr veten. والرجل ممكن عنده 8 أبناء وكذا يعني والناس يتكلموا. I ka pas 8 fëmijë, domethënë njerëzit kanë fol për të mirë domethënë. Thash unë sigurisht kjo s'ka mundësi me ndodh domethënë normal, sigurisht është për mësyshit. E shokët e mi u idhnon me motën tjetër zim me folë që vetëm mësysh. I thash unë nuk foli për argument. Ka thonë shokët e hoxhës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që lexoj pak më herët se një syri domethënë i kapet njeriu derisa ta çon majet kodrës për ta hudh veten domethënë nga kodra për vetvrasje. Pyeta mos ka pas problem mes tij dhe nanës tuaj, natën ka thënë jo, mes tij dhe dikujt ai asnjë problem s'ka pas kur. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët vet, njerëzve me iman të madh, besimtar të vërtet, atyre u ka thonë, kërkoni strehim te Allahu nga mësyshi, se mësyshi është njeri në varr. Çish më strehim? Çish më kërkon? Lutë Allahun me trut për mësyshit. O Allah më mbroj nga mësyshi. Po kjo është domethënë istejidhu billahi. Lutë Allahun me mbrojtje nga mësyshi. Po se ai mësyshi është njeri në varr. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët me atë iman të fuqishëm që kanë pas, me atë besim, me atë punë të mira, kush jemi ne? Kush jemi na, domethënë që kena mangësitë tona. E dallon rasti kur dikush për shembull thotë unë s'dua me jetu, dua me bëj vetvrasje, se s'durohet jeta, edhe ti thu po nëse ti bën vetvrasje shkon xhenet, thotë se kam ngale kush ke kryesore, s'dua me jetu më shumë, nuk falet, se atë normalisht aty s'ia fal xhenazën, sepse ai njeri tregon hidhrim me caktimet e Allahut, nuk falet e kështu me radhë. Ai rast është tjetër, kjo rast është tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ai njeriu që e vret veten me një hekur, do të vazhdon dënohet me atë hekurin që ka vrarë vetveten, domethënë në xhenem, sa të është në xhenem. Edhe ky hadith tregon se ai njeriu me vetdije, i vetdijshëm, domethënë plot vetdije ka vrarë veten e vet, ka lëmtuar dhe ka dëmtuar veten e vet, dhe ashtu ka me vazhduar të dëmtuar edhe në xhenem. Dallon ky rast për rastin ku dikush do të bën vetvërtet nuk e din arsyeën pse. Çka ka shtyr atë në këtë veprim, si e ka vënë këtë veprim, sepse në këtë rast ky njeri trajtohet si njeri i çmendur ose njeri domethënë me mungesë vetdijes në momentin që e bën këtë akt. Ja. Hoc, ty po duhet të parashtru këtë pyetje, mëse jemi këtu se do të jetë e shikuar kjo pjesë, mësyshi dhe vetvrasja, do të jetë çka është mësyshi për shikuesit e rinj që s'kan haber me fe. Mësyshi është, do thotë nëse ti e shikon me pëlqim një njeri pa thonë masha Allah te barakallah. Edhe nëse është ai buri 43 vjeçor që sa i heshëm. Se është më rëndësishme, domethënë nëse ti e shikon me pëlqim dhe lakmi. Një diçka, njeri qoftë, kerr qoftë, biçikletë qoftë, fëmijë qoftë, i madh qoftë, shtëpi qoftë, çka do të shefti me pëlqim dhe lakmi dhe nuk thu masha Allah te barakallah. Atëherë ti e merr mësysh atë, domethënë shikimi yt ndikon te ai dhe e dobson atë, e smun atë. E prish, bot aksident e keri, i shpot guma atoj bicikletës, rëzohet e shmija, do thot, i ndodh diçka që faktisht e papritur, mirë po për shkak mësyshit që ti e ke shiku, edhe nuk ke thonë masha Allah, çka don Allahu bën, te barakallah, i bekuar qoftë Allahu në këtë që ka kriju,
sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur shihni diçka që ju pëlqen thuni do më thot mashallah te barakallah. Nëse e shem me urrëtie, për shembull një e kam inati. Mirë me inati e njëjtë edhe ajo është në mësysh, zatën ajo ka të bën me pjesën tjetër të mësyshit, është mësyshi nga zilia. Po. Domethënë edhe kjo ka qenë vepër e njohur tek hebrejët në kalumen, pastaj edhe idhujtarët e kanë përdorur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë shikuar me shikim smire, zilie për ta smu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për ta nal hovin e thirrjes së tij. Pra domthon kur e shikon njeriu me pëlqim apo lakmi apo nga me smir edhe me zili dhe nuk dhe ja dëshiron të keqen atij, atë normalisht dëmtohet nëse ai njeri që shikohet me këtë formë nuk është i mbrojtur me lutjet fetare që themi na dhikri i mëngjesit edhe mbrëmjes, këndimi i surës Fatiha ose ajeti Kursis ose ajeteve të fundit të surës Bakara, Ikhlasi, Feleku dhe Nasi, kështu me radhë këto lutje që me to e mbron Allahu i Madhërisht njeriu nga çdo sherr i çdo krijese, njeri qoftë apo gjin, për të cilën kemi të folur deri tash. Pra mësyshi vetvrasja këtë temë, shikues të nderuar, hoxha po na këshillon që mos na kap mësyshi, duhet namazin ta falim, të lexojmë Kur'an, dhikrin e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes dhe Allah na mbron inshallah.